sallallahu alaihi wasallam I ka bën padrejsi vetes vetë se ka me çu veten në xhenem. Pse me çon veten në xhenem për çfarë? Nuk quhet më fal për shkak se priton. Kjo të I bën zullëmetes vetë se kemi hyrë zjarr për këtë punë. Bën harame për pikë qefit pa detruar kërkush, që të I bën vetë zullum se kemi hyrë zjarr për këtë punë. Për secilin duhet me do kohën e vet. Qoftë edhe të jenë ibadete. Kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej grave të sahabëve ka shkuar ngu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O dërguari I Allahut, burri jam, është musliman I mirë. Nuk ka vrejtje në imanin e tij. As nuk ka vrejtje në moralin e tij. Por natën falet gjithë natën, ditën agjeron për ditë. Shikoni, ankesa e gruas së sahabijut në radhitjen e saj është ankesë shumë e drejtë. Ka ankesa njeriu, por e fol të vërtetën. Ai është njeri shumë I mirë, ka imanin shumë të mirë, e ka moralin edukatën shumë rregull, do të thotë siem të fol, këtë gjitha I kanë rregull, por ankesa është që po falet gjithë natën edhe po agjeron çdo ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrë sahabiun, edhe ka udhëzuar mos më agjërue çdo ditë. As mos më fal gjithë natën. Për shkak se kjo është lloj padrejësie. Për vetë më agjëru me fal namaz gjithë natën, jetë pa bëj gjumë. Për vetë më agjëru çdo ditë, e dëmton shëndetin tonë. Ai që agjëron çdo ditë ta falë çdo natë, kur më shku me gruan e vet. Kur më pas kohë për fëmijët e vet. Kur me pas ku për atë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka thënë këtij sahabiu, ti ke detyrime për trupin tonë, ke detyrime për gruan tonë, ke detyrime për fëmijët e tu, ke obligime për përgjegjësitë që I ke. Nëse edhe në ibadete lihen obligimet, nuk ka arsye tim. Duke bërë namazet vullnetare, duke bërë agjërime vullnetare, I lën obligime dhe I bën njerëzve padrejsi, zullumi në hak. Nuk është arsye tim nali ibadetet cilat I ke vullnetari për drejtën atij që I takon.